Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të nderuar musliman, në emër të Allahut mëshiruesit, Allahun e lartësuar e falenderojmë për çdo mirësi që na ka dhënë, më së shumti e falenderojmë që na ka bërë musliman, pjesëtar të kësaj feje madhështore. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, fillimisht para se me fillu me fol para që kam niyet me fol, e falenderoj Hoxhën Sadullah Bajramin për ftesën dhe thirrjen që na ka bënë me majt këtë ders. Allah e shpërbleft, Allah e nderoft. Unë nuk jam as ma i dishëm, as ma i menqëm, as kur gjo ma shumë se sa Hoxha Sadullah. Unë e për veti Hoxhën Sadullah e kom pas dhe kam hoqë, jam shumë i ri, kam mësu shumë, pe i rini e vazhdoj të mësoj, bile nështë ta më s'kishkon Hoxha Sadullah edhe Hoxha Dhulkanejn, une as që isha bo nështë ta hoqë, kështu që falemderoj e lusë Allahun që Allah t'jap kita të mirat e dënjas dhe të ahiretit, edhe t'ja letëson dënja dhe ahiretin. Pastaj vëllezër nderuam, sot e falenderojmë Allahun që kena mri këtë Ramazan, kena mri këtë ditë bekume të Ramazanit. Du me folën sot në këtë ditë Ramazanit për sfidat në Ramazan. Çka e kam për qëllim me këtë fjalë? Sfidat në Ramazan, sprovat në Ramazan, testi në Ramazan. Pse zgjedha me folë për këtë temë? Na çdo herë kur vjen Ramazani ose para Ramazanit thena, si vjet ka me lezu shumë Koran, ka me fal namaz teravijave shumë, ka me dhon sadaka shumë, e kështu me radhë, ka me fal këtë vaktin në xhamie me radhë. Po për fat keq kur vjen Ramazani binën sprova. Ramazani për neve është një sprov, binën sprov se vend që mu angazhu me namaz, me Koran, me vepra të mira, me namaz teravija, e kështu me radhë, na e hupim vaktin duke ndejt në rrjetet sociale, në telefon, na për shoppingje ndryshme, na për trege, na për pazare, na për muhabetet kota, në kafe duke nejt deri në sifir, duke lujt gjurë, e kështu me radhë. E hupim vaktin me gjana ditësore, me gjana tretësore, nuk e hupim vaktin ose nuk e shfrytëzojmë vaktin dhe na bim sprov. Do me thonë, bim sprove fjalëve tona që thojna, o Zot, unë këtë Ramazan ka me bo shumë, tani kur vjen Ramazani, bina në test. Nuk e japmi testin, nuk e japmi provimin, në vend që me shfrytëzu Ramazanin me veprat mira, merrna me gjona ditësore dhe hupim vaktin kot, shkon Ramazani, shkon ki misafir shumë i madh i Allahut, po pastaj edhe misafiri janë i njerëzve, edhe nuk ja japmi hakin në Ramazanit ashtu siç duhet. Prandaj, vëllai nderuar besimtar, çdo herë kur vjen një mirësi e madhe, një diçka e madhe, ajo njëtën kosh edhe sprov për neve. Sikur që Ademi alayhis salam me gjithë Havën alayhis salam kanë hyrë në xhenet, e dini. Kanë qëndruar një kohë, ju ka dhënë gjitha mirësitë e xhenetit. Mirë po e kanë pas pejme mos me hangër. Mirë po ato janë sprovu, kanë hangër prej asaj pejme, Allah i ka nxjerrë prej xheneti, i ka prunë dunjë, janë pendu, janë kthy Allahut. Xheneti, edhe ajo pejma ka qenë sprov për ato. Do me thonë me qatë mirësinë e madhe janë sprovu. Edhe na qashtu, me këtë mirësi të madhe të Ramazanit, sprovumi. Gjithashtu, Nuhi alayhis salam ka jetu vetë si pejgamber 950 vjet. Mirë po është sprovu se ka pas shumë pak ndjekës, shumë pak besimtarë që i kanë besu, thuhet 12, 18, ma pak, ma shumë, do me thonë qati dikon selen. Për 950 vjet, do me thonë me besu e 18 veta ose pak ma shumë,
është pak. Kjo ka qenë sprovë për atë. Ati nuk I ka bë dëm, sa I pejgamberllokun e ka çuar në vend. Mirë po ka qenë sprovë. Për 950 vjet mos u përgjigj vetëm se 18 vjet është sprovë. Gjithashtu Ibrahimi a.s. ka qenë miku I Allahut, I dashur I Allahut, Khalilullah. Mirë po, ai e ka thonë një fjalë, Zot ka thonë me ma çu një djalë unë e bëj kurban për teje. Edhe ja ka çu Ismailin a.s. Dhe kur I ka bë disa vjet, Allahu ja ka çu në ëndër që I me prej djalin. Djali vet, edhe ajo miqësia me Allahun, dashuria me Allahun është ka në sprovë për Ibrahimin a.s. Dhe Ibrahimi a.s. e ka marrë djalin me prej, siç e dini, mirë po nuk ka mujt me prej, dhe para se me prej Allahu ja ka zbrit një kurban, ka thonë vend djalit prej kurbanin. Kjo ka qenë sprova ati. Gjithashtu, Davudi a.s. ka qenë shumë gjikatës I mirë, I mpreht, mirë po njëherë prej herave ndërmjet dy personave ka është gut dhe nuk ka gjiku bashmirë si duhet dhe njanit ja ka hangër hakun. Dhe nuk e kanë dëgju mirë dhe ka gjiku në favor tjetrit. Dhe Allah e ka qërtu. Mirë pa I më njëherë o këthy. Allahu ka lip falje, ka bo pendim, edhe I ka këthi ato djemët edhe I ka rëgjiku edhe njëherë. Kjo mpretësia, mençuria dhe gjykimi I drejtë I mirë I tij ka qenë sprovë. Gjithashtu Sulejmani a.s. ka pas mbretëninë e botës më të madhe ndonjëherë që ka ekzistuar. Edhe njëherë prej herave është sprovuar me disa kuaj të racës mirë dhe e ka vanu I qindin, sikur ne tash që e falem I qindin pak para. Jo që ai e ka lanë, I ka hi akshami mirë, po jo vanu pak, nuk e ka falë në atë kohën sa ka hi me njëherë. Edhe o pendu, ka thonë qysh muj unë e pejgamberi Zotit me vanu I qindin për disa kuaj, duke hup kohën duke I këshyrë. Gjithashtu, Muhamedi a.s. pejgamberi ma I mirë, edhe pejgamberi a.s. pejgamberi ma I veçum, ma I dallum, e ka pas Koranin për shpallje, mirë po në fillim të shpalljes e dini ka ndesh me vra, ka ndesh me mbyt, ka ndesh me dëbu, nuk I kanë besu populli vet, I kanë besu një pakic, edhe o detyru e më shpërngull me shku në Medinë. Pastaj Allah I madhnishëm I ka dhonë fuqi, pushtet, njerëz pasardhës, I ka dhonë edhe pasus, edhe shumë besimtar. Fillim të pejgamberllokut, edhe ai ka pas sprovë, mos mi besue të afërmit e vet, familja vet, vendi vet, mirë po pas një kohë, Allah I madhnishëm e ka begatu me të mirat që sot të kësaj dite feja islame ka mrin vendet tona dhe ka mrin gjithë botën. Dhe kjo ka qenë sprovë për atë. Gjithashtu është cek dhe në Koran që edhe shokët e pejgamberit a.s. kur ja ka mundsu Allahu me shku numre, dhe e dini që numre dhe në haqë ndalohet gjahu, me gjithë se gjahu jashtë omrës, jashtë haqit, jashtë Mekës, lejohet, mirë po, në atë vendin e shenjtë ndalohet. Edhe sahabët ju ka kalu për para disa do gjah, edhe deri kanë pas qaq afër që kanë mujtë mizon nështë me dorët e tyne ose me shtizat e tyne, mirë po, Allahu I ka sprovu që me këshirë kush ka me ras prova, apo kush ka me kalu. Edhe Allah I ka ceket në Koran, në kaptinën El Majde, kaptina e sofrës, në jetën 94, ku ka thonë Allah I madhnishëm, audhu billahi minash shaitanir rajim, ja ju ledhina amenu, le jebluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allahu thot, o ju të cilët keni besuar, Allahu do t'ju sprovon. Edhe këtu është ajo pajenta e ajetit, që Allahu atë mirësinë e madhe që jo ka bën me hi në Mekë mas disa viteve, masi që s'kan mujt me hi, me bë umrën, ka thonë Allah do t'ju sprovon juve me diçka prej gjahut që e zeni ju me duart tuaja ose me shtizat tuaja, liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, që Allahu ta çet në pah kush I frikët Allahut edhe kur është vetëm, kur është në fshehtësi. Se para njerëzve kollaj është me u duk, me u paraqit edhe me pretendu, mirë po, në fshehtësi, edhe kur njëri vetë, edhe kur ka mundësi me bani diçka, edhe e din frikën e Zotit edhe ndalet, që atëherë është ai që e dëshmon veten që I friket Allah. Edhe ajo ka qenë një sprovë për ato, për sahabët, edhe Allahu këtë e ka cekë në Koran, që ajo ka qenë për me I sprovu, për me I qitë në sprovë, në test, a do e kalojnë sprovën ajo.
Prandaj vëllezër të nderuam, vëllezër besimtar, a e shifni çdo herë që Allahu kur e begaton njeriu me një mirësi shumë të madhe, Allahu njëtën kohë e sprovon, sikur që i ka sprovu këto pejgamberët edhe shokët e pejgamberit, gjithashtu edhe neve, tash me Ramazanin, ka ardhur Ramazani, ky muaj shumë i madh. Në këtë muaj është nata e Lejletul Kadrit, më e mirë se 1000 muaj. Në këtë muaj Allahu shlon në rob prej zjarmit të xhehenemit, i shpëton prej zjarmit të xhehenemit, ja u hiq emrat prej listës banorëve të xhehenemit edhe i shtin listën e banorëve të xhenetit. Edhe tash na vend si më umor me 5 vakte namaz, me agjerim, me teravi, me Kur'an, me sadaka, kështu me radh, e humbim vaktin me telefon, me rrjete sociale, Facebook, TikTok, ndryshme, me punë ndryshme, me pazarllëqe ndryshme, shopping, në përqenda ndryshme, me futball, me ligat futbollit, Liga e Evropës, e kujt diçka e botës, e Afrikës, e asaj tjetrës, edhe humbim vaktin me gjëra tjera që janë shumë të rëndësishme, edhe nuk e humbim vaktin apo nuk e kalojmë vaktin me ato gjëra që duhet me kalu tash në Ramazan. Prandaj në këtë mirësi të madhe, në këtë nimet të madh që na ka dhënë Allahu njëtë kohë edhe na sprovon, se në Ramazanit a ja japim hakun, a dhe kalojmë Ramazanin ashtu që duhet me namaz, me agjerim, apo dhe kalojmë me gjëra tjera, me gjëra të kota. Prandaj kjo është një shansë e madhe. Ramazani është një mundësi e madhe që Allahu na jep, një flllat vjen. Janë disa kohëna, janë disa vende të veçuar dallum mesin e tij edhe Ramazani, që Allahu t'i jep mundësi ti mi bë disa vepra të mira që nashta jashtë Ramazanit s'ki mundësi. Për shembull, nata e Lejletul Kadrit është kush më nezen është sa 1000 muaj. 1000 muaj është 80 diçka vjet, 83-4 vjet. Tash na imrin Allahu alem, Zoti e din atë punë, po a mund imrim ose imrim 80 vjet. Na nëse e zonjmë qatë nat, i bjen çdo vjet që ne i bëjmë vepra sa për 80 vjet. Nëse qatë nat i e zën duke u falë në xhami, duke lexuar Kur'an, duke dhënë sadaka, duke u lut, i bjen sikur me pas bën çata adhurim 80 e kusur vjet. Domethënë çdo vjet, çdo Ramazan ti ka një imër që tohet. Ti nëse imrin për shembull 10 Ramazana, ti bën 800 vjet, domethënë paraversisht sa kur Nuhi a.s. Sa Nuhi dhe populli Nuhit a.s. ban vepra të mira nëse përkushtohesh në këtë muaj të Ramazanit. Mirë po, nëse këtë muaj të Ramazanit e neglizhon, e lën anësh, atëherës sprovohesh edhe bjen sprov, kena pretendu, kena thonë o Zot, unë e vesh të mrinje Ramazani, po do bëj shumë vepra tani s'kena bë shumë. Prandaj në këtë muaj gjona më e mirë që njeriu mundet me pregadit është që me pastru zemrën e vet, me bë teube, me bë pendim, me u kthye Allahut me pendim të sinqert, me rregullue raportin e tij ndërmjet tij dhe Allahut, dhe me rregullu zemrën e tij, me largu xhelozin, inatin, hasedin, smirën, mllëfin, urrëtin prej zemrës, krye lartësinë, mohimin e të mirave të Zotit, mohimin e të mirave të njerëzve, mi largue, mi u kthie Allahut me zemër të sinqert, me zemër të pastër, me teube, me pendim sinqert ka Allahu, me lip falje për Allahut për çdo të madhe dhe çdo të vogël. Me ia fal njerëzve, me ia fal farefisit, dashamirëve, familjarëve e kështu me radhë. Allahu thot khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Thot Allahu merre faljen. Merri njerëzit me falje. Edhe urdhno për mirësi, edhe largohu nga njerëzit ignorant, xahila. Edhe tash Allah thot merre faljen. Ti a ki me marr ajo. Na për fat keq jetojna me një kohë që mos thom çdo shtëpi se ndoshta e teproj, por çdo ditë a shtëpi sfolën vllau me vllaun, sfolën vllau me motrën, sfolën ka raste ma keq djali me nanën, me babën, ose kundërta. E mo për ma larg për me migjallarët e me dajallarët mos folim, adin është një dukuri që e ka kaplu gjithë popullin tonë, se mo ma larg me shokë, me farefis largë, me dashamir, do me thonë shumë është e shpërndau me kjo që njerëzit nuk folin ndër me veti. A na është cekën hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal kullu khamisin wa ithnain fa yaghfiru Allahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm li kulli imrin la yushriku billahi shay'a. Ka thonë
Allahu të madhnishëm i paraqiten ose i ngriten veprat çdo ditë të enjte dhe çdo ditë të hane. Edhe Allahu ja fal çdo muslimani që nuk i ban shirk Allahut Azza wa Jall, ka thonë përveç një person që ka ndërmjet tij dhe ndërmjet vëllaut të tij shahna, fe ju kalu utruku hadhejni hatta yastaliha, utruku hadhejni hatta yastaliha, këtë hadith që transmeton Imam Muslimi, ka thonë përveç dy persona që njëri nuk flet me vëllaun e vet, ka grindje, ka armiqësi dhe nuk i flet. Ka thonë leni këto persona derisa të pajtohen. Leni këto persona derisa të pajtohen, e ka përsërit 2 herë. Kur kanë thonë dietarët kush thot leni këto persona, kanë thonë është 2 gjëra mundet me kon. Ose thot Allahu leni këto persona, domethënë nuk ja u fal derisa të pajtohen, ose thojnë me laçet leni këto persona derisa të pajtohen, atëherë ja ngritim veprat. Prandaj është shumë e rëndësishme këtë Ramazan, për shembull, lodhna. Mojmë Ramazan 12-15 orë, nuk e di sa, a ma shumë dikund. Falna namaz, namaz teravije, namaz naute dhe gjona tjera, jop me sadaka, lexojmë Kur'an, bëjmë një hatë me dikush edhe ma shumë, kështu me radhë. Edhe kur vjen puna, vllojt vet nuk i fol. Këtu në hadith është e përmendëm e hihi, domethënë vëllau musliman, nuk është përmendëm vëllau xhakut. Vëllau xhakut është halama hak, halama përparësi ka. Halama shumë drejt ka që ati mi fol edhe mos më idhnu për gjona të vogla. Këtu kur ceket për vëllaun musliman, për musliman ndërmjet veti, që s'folen, që idhnohen për gjona të vogla, për palidhe gjona, për gjona të ima, për gjona që s'ja vlen, për gjona të kota, për muhabete, thashe theme, lene mo para to që s'flet dikush me babën, me nanën, me vllajën e vet që ja ka lind baba, ajo është halama gjunahqar, halama keq. Edhe është cek na për vene tjera, na për hadithe, që atyne personave që s'flasin ndërmjet veti, nuk ju ngrihen veprat më shumë se sa te vesht. Domethënë derisa te goja. Për çat tash këtë kohë ka shumë pretendime, ka shumë muhabete, musliman, elhamdulillah, e krejta ne kënej, kur të shohësh vllojt vet ku i shije, ka nisën vlloj vet shtëpi, nuk shkon me apo për hajër. Kena shumë raste dim në shoqëni, në rrethinë, në familje. Ban vaki vlloj blen banes, nuk shkon vllojt me apo për hajër. Migja, babaki ka nis shtëpi, nuk shkon aty në majstorëve me ia çun një sok edhe më thon punë mbar. Për fat keq xhelozia në kulm, ndërmjet familjarëve e madhjon hala më shumë. Për fat keq. Kjo nuk duhet me qenë tek na muslimanët. Për shembull agjeron, lodhesh me orë të tëra, pa bukë, pa ujë, e largon veten prej harameve. Pse tash mos më shfryzu këtë muj, mu pajtu ndërmjet veti. Me ia fol vlloj vllojt, vlloj motrës, motra vllajt, kështu me radhë, mu pajtu. Është thonë një fjalë, domethënë falja u njerëzve nëse dol me të falë Allahu. Se Allahu ka thonë leni këto derisa të pajtohen. Allahu e ka lënë si kusht, si parakusht, që musliman mu pajtu ndërmjet veti për me ia pranu veprat. Ato përderisa s'pajtohen nuk ju ngriten veprat nalt. Prandaj mos na mashtrojnë neve fjalët, mos na mashtrojnë neve muhabetet, për shembull, as ato që lëvdrojnë e teprojnë. Dikush mundet me të pasi njeri shumë i mirë, me thonë, mashallah, me ty s'ka, me ty shumë njeri mirë. Dikush mundet me të shoh, me të ofendu, me të nënvlerësu, me të thonë, ti shumë i keq, ti ashtu e kështu. Mirë po, në kjo nuk do me nuk lunë shumë rol tek Allahu. Nëse njeri është i mirë me Allahun, e ka lidhjen e mirë me Allahun, njerëzit mund me thonë kriminal, mund me thonë zullumqtar, mund me thonë qafire, mundet me thonë munafike, çka të dush mundet me thonë. Mirë po, ai përderisa ka raportin mirë me Allahun, kjo nuk i bën dëm atij. Njëtën kohë, nëse njëri është i keq, ai e din më mirë me Allahun, nëse ai nuk është rob i denj, nuk është rob i mirë i Allahut, njerëzit me thonë po me ty s'ka, po ti je njishi, ti je rekordi, ti je ai, ti je ky, kot edhe ajo nuk luan rol. Nëse ai është i keq me Allahun, njerëzit na mundna me lëvdu tan ditën, mirë po ai s'ka mu ndryshu diçka. Se ajo fshehtësia ma e mirë që e din njeriu është fshehtësia e tij ndërmjet atij dhe Allahut dhe për raportin e atij dhe Allahut që e ka ai me Allahun. Këtë gjë nuk e din kërkush
për tjetrin. Çdo kush e din për veti mas miri. Ka thonë Allahu në Kur'an, belil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Në kapitullin e Qiyame, kapitullin e Kiametit, Allahu në ajetin nr. 14 ka thonë, gjithsesi njeriu veten e vet e njeh më mirë, e din më mirë, është dëshmitar i vetes vet më shumë dhe më mirë. Edhe nëse arsyetohet. Prandaj njeriu e njeh veten e vet më mirë, e din ai sa njeri mirë është, sa musliman i mirë është, sa i përkushtuar është dhe çish e ka ai raportin me Allahun, çish e ka lidhjen me Allahun, sa është i përkushtuar ndaj Allahut, sa i friget Allahut, sa e don Allahun, ai e din më mirë. Njerëzit tjerë nuk e din për ata çish e ka dashnin me Allahun. Prandaj neve nuk duhet me na ndal as ato që ofendojnë, nënvlerësojnë, shajnë, nënçmojnë, as ato që lëvdojnë edhe e teprojnë me lëvdrime. Po ne duhet me kanë një farë mesatare. Dhe na duke e njoft veten, duke e njoft Allahun, duke e njoft raportin tonë ndërmjet neve dhe Zotit, në këtë bazë duhet me vepru. Edhe në këtë bazë duhet me shku, se nëse ne jena të këqi dhe pretendojmë që jena të mirë, te Allahu e din më mirë kush është i mirë dhe kush është i keq. Ai na din çka kena në zemër, na din çka kena mrena, na din çka bëjna në fshehtësi, na din çka bëjna kur jena para njerëzve, na din të gjitha senet. Prandaj ne Allahun s'e mashtrojmë. Njerëzit ndoshta mujna me mashtru, mujna me ju paraqit, me ju duk, ama Allahun e madhnishëm s'e mashtrojmë. Kështu që ne duhet me i bë veprat e mira, duhet me bë itatin në nshtrimin ndaj Allahut, duke kërkuar që të afrohemi te Allahut, jo për mu duk para njerëzve. Gjithashtu, ne duhet t'i lena veprat e këqija, jo për mu shit që unë jam musliman, unë se pi alkoolin, unë se pi drogën, unë se bëj atë se bëj këtë, mirë po pse Allahu ka ndalu. Edhe me elan duke kërkuar që t'i afrohemi Allahut me këto vepra, jo se për mu paraqit para njerëzve që unë se ai njëri thoi që unë spi alkool, spi drogë, kur e zunën me 150 kg droga, kupton. Ai për veti se kish pija, më tjerëve të ju shit sa kish mujt. Domethënë njerëzit kaj herës mundohen me mbuluat haramin e vet, drogën, atë tjetrën, duke u shit. Shumë musliman, shumë shqiptar, shumë patriot, kur ta shohsh kënej, a kupton, patriot i madh, ka ona tjetër me 150 kg marijuana zunën. Patriot, flamurin, ka e majke shumë mirë. Kur u zatekshim, jo, unë se pi alkoholin, se pi drogën, unë qka pi, veç kafe pi, as qaj nuk pi, mashallah, dhe ju që ditë që, kur e njim lajme, e kanë zonë me kështu. Prandaj, ne nuk duhet t'i bëjmë qefe vetit, as ta harrojmë vetin, duke mendu që jena mirë. Ne dim sa jena mirë dhe sa jena keq. Ne dim të Allahu sa jena, prandaj duhet që t'jetojmë në itatë ndaj Allahut, se jetesa ndërmjet asaj gjunoheve dhe halalleve, veprave të mira, rreziku i asaj është se njeriu nuk e din kur ka me vdek, nuk e din që ja ka me vdek në adhurime apo ka me vdek në veprat këqija. Prandaj njeriu duhet me kon tan kohën i përkushtuar që duke e prit atë urdhën e Allahut dhe duke qenë i nënshtruar ndaj Allahut, që nëse edhe e zën vdekja, ajo është i nënshtruar ndaj Allahut dhe është i përgatitur me dal para Allahut dhe me dhon llogari, sepse njeriu ka me jetu vet, ka me vdek vet, ka me ringjall vet, ka me dhon llogari vet për veprat e veta të mëdha dhe të vogla vet, dhe ka me hyrë në xhenet ose në xhehenem me urdhën e Allahut vet. Dhe prandaj atë nuk e lidh kur gjë me njerëzit tjerë. Nëse njerëzit tjerë janë të mirë, ajo është i keq për veti, ai tjerë s'kan me mujt mi boll dobi në botën tjetër, as në varr me laçeve, sualit me laçeve s'kan mi boll dobi, mirë po ai çka ka bë me veprat e veta të mira, që ajo ka mi boll dobi. Dhe për fund e lut Allahun e madhnishëm që Allahu na mundson ta kalojmë këtë Ramazan çish është më mirë, na mundson ta arrijmë natën e Lejletul Kadrit, e lut Allahun e madhnishëm që Allahu na e fal gjunohet e neve, prindve tonë dhe gjithë besimtarëve musliman ditën e llogarisë, e lut Allahun e madhnishëm që Allah na jep mira në këtë dunjë, në botën tjetër dhe të na mbron prej zjarmit të xhenemit. Ma bëni halal për zjatën e kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.